Zotria është ai që ka qenë tek enti i banesave dhe të gjitha banesat e të pastrehve ua ka dhënë familjarëve të tij, duke filluar nga shtëpia e vet, duke filluar nga vëllezërit e vet, duke filluar nga motrat e veta e duke filluar te kunatat e veta greke, rumune e bullgare. Ty Muli hakut vetëm një nga partia të vjen dhe ai është Gazi. Ai ta ka treguar vendin atje ku të ka kallëzuar. Kështu që jepi përgjigje kolegu tënd Muli për korrupsionin e për gjitha të tjerat. Faleminderit. Zonja Josefina Topalli ka kërkuar fjalën për shëndur. Zonja Topalli. Në floktore. Zoti Kryetar, votimi i ministrave të ri në një kaos total parlamentar është ftyra e një pushteti që po shkërmoqet. Ndrimi kaq shpejt i ministrave pa kaluar as 5 muaj dhe biles pa ja mësu emrin publiku është shprehje e një pushteti që po shembet. Por e vërteta është, këtyre mund t'i duket vetja se janë ministra, por ministrat e vërtet nuk janë parlament. Ministrat e vërtet janë ato kapot e grupeve të fortëve që nuk dalin kur në kamera. E dyta, ndryshimi i rregullores, pa kaluar 5 muaj në mënyrë të njëanshme, është gjëja më pabesueshme, por edhe kjo është shprehje paniku të një pushteti që po rrëshet. Shkurtimi i kohës së deputetëve të opozicës dhe zgjatja dënimit të këtyre deputetëve ndodh vetëm në vendet që rrëshasin në diktatura. Ndaj dhe shqiptarët janë të vetëdijshëm se në çfarë momentit po jetojmë ne. Por ne harrojmë edhe një moment tjetër që pushtetet që rrëshasin në bashkëpunim me krimin dhe me narkosit mendojnë se mund të përfitojnë nga momente kur zhvillohen luftra. Dhe biles ndoshta edhe i pëlqen. Por, ndërkohë që ne këto zhvillojmë seancë plenare në kaos total dhe me ministra që kanë ikë pa u votuar mirë dhe që s'ja din asnjëri as emrit, për shembull në parlamentin italian thrasin ministrin e jashtëm dhe i kërkojnë të dinë se çfarë bën një shtet për të mbrojtur qytetarët e tij në ato zona që po bombardohen nga vendet që nuk mbrojnë asnjë vlerë dhe që janë një rrezik për gjithë botën. Çfarë bën ky që ju quhni shtet për të mbrojtur qytetarë që ndodhen në ato vendet e lindjes mesme? A ka pyet kush? A ka pyet kush në një nga Ministria e Jashtme apo Ministria e Mbrojtjes, po ju dhe i hiqni, ju nuk dini se kur vinë dhe kur ikën. Dhe një e fundit, në 3 dekada nuk ka ndodhur kur që kur ndrohen këta që quhen ministra, kryeministrit mos jetë. Nuk e di se sa fuqi keni ju për t'i thënë se kjo është një përbuzje ndaj parlamentarizmit, ndaj majorancës, ndaj qeverisë, por kjo shkel mi çdo gjë, zoti kryetari i parlamentit. Ndoshta nga herë është më mirë që njeriu edhe të lëshoj. Ta përfundoj. Zoti Bido kërkuar fjalën për replik. Po zoti kryetar. Ndaj meje apo ndaj kujt? Ndaj zotit Noka. Se ndaj meje nuk lejohet. Ndaj zotit Noka. Kam fjalën nuk lejohet replik me replik. Po me qënë se thatë do ta kam nga diku ku tha dhe ju. Si të duash. Ka rëndësi. Nëse i drejtohesh, ka të drejtë në replikës. Zoti kryetar, në fakt replika ishte ndaj zotit Noka, po me qënë se ju vlerësoj si një ndër kryetarët më të mirë që ka pasur ky kuvend në histori, dhe dëgjoj me vëmendje kritikat tuaja, nuk donte shumë kohë që kritika juaj të binte poshtë. Përvoja parlamentare jo do e mos rrëfen të qeni një deputet i mirë, dhe sa po e përfunduat këtë replikë e faktoi zoti Noka, se përvoja nuk është i vetmi tregues. Sepse u qua edhe gënjeu dhe foli me gjasme për takimet të mia në zyrtatim.
dua që ta saktësoj për publikun që po kam qenë një herë te zoti Noka si gazetar për ta marrë në intervistë. S'kam qenë me asnjë politikan ndonjëherë në zyrën e zotit Noka, kurrën e kurrës, dhe për këtë madje i prish punë Evangel Dulës duke e përmendur sot se nuk më prish punë mua. Zotin Dule nuk e njoh personalisht, kam qenë shpesh në përballje ndaj tij, por zoti Noka është epitomia e se si nuk duhet jetë politika shqiptare. Ka qenë në vitet kur ka qenë Partia Demokratike në pushtet, ku të gjithë duhet të shkonin në zyrën e tij dhe pastaj të bëheshin drejtor, dhe befas pastaj dilte edhe prej këtij procesi me ndonjë apartament shtesë në Sarand, ku kuksianët e tij dilnin pronar në Sarand. Dhe kjo tregon mënyrën se si ka funksionuar qeveria e Partisë Demokratike. Ndërsa sot është thjesht një kalk i shëmtuar i doktorit që është origjinal. Dhe politika nuk mund të bëhet me kalqe.